nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotlla, që si zakonisht transmetohet përmes valve të Radio Televizionit Kosovës çdo të martë ora 22:00 dhe me ritransmetim çdo të mërkur ora 12 e ditës. Sot kemi ardhur në Kalan e Prezës, në periferinë e Tiranës, dhe kam një mik shumë të veçantë në studion e emisionit Pa Rrotlla, një njeri me cilin gjysmën e jetës time si gazetar kemi punuar së bashku. Fatkeqësisht ne gazetarët krimin më të madh në jetë e bëjmë ndaj operatorëve, ndaj kameramanëve. Shpeshherë mburremi e fryhemi se ja këtë ngjarje kam bërë unë ose ai, pa i përmend asnjëherë kameramanët. Unë jam paksa gjysmë me katarë në këtë çështje, sepse gjithmonë nuk kam dhënë kredi kameramanëve të mi, me cilët unë e kam bashkëpunu, dhe njëri prej tyre që më ka ndjek pas gjysmën e punës time si gazetar në Ballkan, është Bujar Kore. Bujar, mirë se ke ardhur. Mirë se t'gjeta. Çudi, kaq gjatë kemi punu bashkë, kështu kemi pas fërkime profesionale, po jemi mis ngushtë. E vërtetë është. Në radhë parë ne kemi u bëm miq sepse punuam bashkërisht. Të respektova për punën që bën, për punën që kishte bërë edhe në Kosovë edhe në Suedi, ndërkohë të respektova edhe për punën që ke bërë në Shqipëri. Arsyeja është sepse ti ke qenë një gazetar i guzimshëm, gjërat i ke thënë drejt për drejti, sepse duke punuar në Suedi, domethënë mësove mënyrën se si punohet, sepse ne ishim mësuar domethënë me ato shablonet tradicionale, që do flasim kështu, mos shajmë partinë, mos shajmë atë, me kujdes, domethënë çdo gjë, domethënë të kontrolluar edhe në vetvete, domethënë ishte bërë si diçka, si shprehje normale. Kështu që ti ishe më i drejt për drejt edhe i guzimshëm. Vetëm edhe të kam nxjerr probleme në punën tënde, apo? Ka pas raste që më kanë nxjerrë dhe probleme, po vetëm kam qenë edhe i mbrojtur, sepse më ka thënë që për 4-5 vjet domethënë nëse nxjerr nga puna, do të shpenzim edhe rrogës do t'i hap unë. Kështu që për këtë domethënë edhe isha i lësuar paksa edhe domethënë nuk e mendoja domethënë që do shkoja deri në atë ekstrem. Mirë, takimi yt, vizita e parë me sa unë e di që e ke bërë në Kosovë ka qenë vitin 1980. Çfarë emocionesh ke pas kur e ke kalu kufirin? E vërtetë është, domethënë për herë të parë televizioni shqiptar doli jashtë kufive, duke shkuar në Kosovë bashkë me kolegun tim Besnik Altani, që ishte një gazetar dhe vazhdon të jetë në televizionin shqiptar, shkuam për të bërë një emision për Idris Seferin. Me thënë të drejtën, shkuam deri në kufi, në Morin, atje domethënë policia serbe duke na kontrolluar, duke na pyetur ku do shkoni, çfarë do bëni, kush ju pret, kush ju përcjell. E vërteta është ndetëm disa orë aty, mezi kalon kufirin. Unë që është vërteta kam pas rasti që kam shëtitur gjithë botën, por nuk e harroj domethënë atë kontroll të rrep që na bën serbët. Edhe pasi lloj arsye, vetëm për të na nxjerrë pengesa, vetëm për të na penguar, vetëm për mos na lejuar për shkuar, megjithatë ne shkuam në Kosovë. Atje domethënë u takuam me gazetarët e televizionit të Kosovës. Bëm emisionin për Idris Seferin, duke xhiruar në Kaçanik, duke xhiruar në Mitrovic, duke xhiruar në Prishtinë, domethënë në të gjithë rrethinat e Kosovës, Prishtinës. Na pritën në mënyrë të jashtëzakonshme, në mënyrë të kudo që shkonin, domethënë me fjalë domethënë më të ngrohta, më duke na pyetur se si kaloni, si ashtu, megjithëse ne në atë kohë ishim jashtëzakonisht në gjendje të vështirë ekonomike, më thënë drejtën, dilnim jashtë shtetit, na jepnin $3, domethënë na vinte dhe zor të bënin edhe të psonisim diçka. Sa na merrnin vesh jem nga Shqipëria, ata në çdo dyqan që shkonim na mbushnin çantat. Kështu që nuk e harroj domethënë një pritje domethënë që nuk përshkruaj domethënë. Një pritje më duk veta sigurisht jo në Kosovë, por sigurisht në shtëpinë time. Plus pastaj më kujtohet edhe kjo tjetër, domethënë kur dilnin në atë bulevardin e Prishtinës, sepse serbët ishin nga një trotuar edhe kosovarët nga trotuari tjetër. Atje domethënë ata serbët domethënë duke sigurisht në shtëpinë e tyre, bërtisnin, shanin, ofendonin shqiptarët domethënë më të ndrojtur. Na thoshin edhe ne me sa me zotul, domethënë në mënyrë që mos merrem vesh që do me keni ardhur nga Shqipëria, kështu që nuk e harroj domethënë atë stres policor që mbizatronte në Kosovë. Megjithatë,
thash, ajo pritje, ai respekt, ai shu, domethënë ai kaloi në mënyrë më të mirë të mundshme. Bëm një emision, një 40 minuta, u transmetuan në televizion shqiptar, pati shumë sukses, sepse thash ishte herë e parë që po kalohesh kufirin për të shkuar në Kosovë. Mirë, do kalojmë, do më thonë, hera e parë që jemi taku bashkë ka qenë vitin 1983, kam qenë me Ajet Haxhiun, i cili ka qenë përgjegjës në Komitetin Qendror për Kosovën, sektorin e Kosovës, është autori i librit të Shotës dhe Azem Galicës, ka shkruar edhe librin për Hasan Prishtinën. Po pastaj kalun shumë vite, do më thonë, unë kisha ardhur në atë kohë nga Parisi, jemi taku në konferencën ballkanike. Neve si fillim jemi takuar në dasmën e koleges tonë Afrodita Sokoli, ke shtëpia oficerave, atje do më thonë, për herë të parë kam parë ty, duke më thënë që ka ardhur një nga Kosova, po ky ashtu është në Francë, sepse ka ikur nga Kosova, sepse atje policia serbe ka dash me arrestu, ka dash me burgose, kështu që domethënë aty prije domethënë ndjeva atë të mëshirës, kuptimin e saj, domethënë si ka mundësi që një djalë i ri, domethënë të ketë këtë dëm, domethënë që sikur ti kishe vrarë serbët. Normalisht ishte i gazetar që punoje edhe ishte i respektuar. Aty u njoftëm ke dasmë me Afroditës. Kishe dëgju që i kam sjell Karanfilat e Enver Hoxhës? Po, edhe këtë e mësova, domethënë sepse ma tha edhe juve, dhe më kujtohet domethënë momenti i takimit, bile se edhe e kërkove këtë moment që doje ta kishe në arkivat e tua personale, por unë nuk të ndihmova dot, sepse domethënë për nxjerrë atë duheshin, kishte sa vështirësira, problemin Mbas 30 viteve kam marrë prej Imer Minxhozit. E kam siguruar, filmi është titullu Diskiptaren komen, po vinë shqiptar. Besoj që nga dokumentarët më të mirë që është bërë, për në atë kohë. Edhe e vërtet ati me ato karafile të ka mbajtur dhe i qëndrim, domethënë edhe pjesa tjetër, se ky është ai që ka takuar Enver Hoxhën, i ka dhënë karafile, kupton? U mbajt si historiqik. Edhe kjo ishte edhe një nga arsyet, domethënë që duhej që kujdes me punu me ty, me thënë drejtën. Megjithatë, thash, ato ishin momentet, domethënë edhe unë kam pas raste, po shumë pak sigurisht, Enver Hoxhën, por kam qenë antar të biros, sepse unë punova 42 vjet në televizionin shqiptar. Edhe Bujar, tash është kohë e gjatë, po ta bëj një pyetje. A më mirë ne që kemi dashur Enverin, pavarësisht Enveri kush ka qenë, s'po dojmë me ju se s'është temë debati, apo ata që e kanë dashur Titon, fol drejt? Jo, sigurisht, më shumë ne që kemi dashur Enverin, dhe Tito domethënë s'kishte pse ta donim ta respektonin, se në fundit disa po mburren pse kanë dashur Titon. Po tash nga ana ekonomike në atë kohë Kosova domethënë shuar domethënë për nivel shumë më të mirë se sa Shqipëria. Absolut. Po, domethënë çdo familje të Kosovës ishin me makina, ishin me punë të mirë, me rroga të mira, domethënë nuk mund të krahasoheshim në mënyrë absolute me punonjësit e televizionit të Kosovës. Absolut. Por është një gjë që në fundit Tito ishte Tito. Po, edhe ne banim krahasime për shembull me Serbinë, me Sloveninë, me Kroacinë. Sigurisht, unë duke menduar që domethënë Kosova ishte shumë afër ndate vetëm i gardh, edhe të shkoja në Kosovë mbas 20 e ca vjetësh, më duk vetë sikur kam shkuar në Amerikë. Më shumë kontroll kam pasur në Morinë se sa në Amerikë ose në vendet e tjera. Pra kam fjalën këtu që ne me të vërtetë ishim afër, por ishte pamundur që të komunikohej me ashtu. Në atë kohë dhe u liruin qik, sepse pati dhe grupe, domethënë. Pyetjen e kisha në aspektin shpirtëror, domethënë unë mendoj që njeriu nuk ban krem kur e don dikënd. Domethënë ne kemi dashur Enverin, sepse mendonim që Shqipëria dorën zemër ka qenë i vetmi vend që i mbështeti demonstratat e 81-shit. Normal. Gjithë bota e injoroi. Normal. Shiko, ç'është e vërteta, ne ishim të brimosur me atë frym, e kupton, edhe domethënë nuk ishte se kishim dalë. Edhe kur po dile, domethënë ç'është e vërteta, nuk mund të komunikohej edhe me familjen, edhe me shokët, edhe me kolegët e punës. Nuk komunikohet dot me thonë që unë në Kosovë ishte kështu, ose në Hungari ishte kështu, ose në vende tjera ishte kështu, domethënë nuk komunikohen në mënyrë absolute, vetëm s'kishte kalova mirë dhe domethënë kufizoheshim në çdo lloj bisede, kupton? Sepse kishte edhe njerëz edhe në televizion shqiptar që domethënë të bënin pyetje, që ke taku, që s'ke taku, çfarë ka ashtu, edhe kjo domethënë edhe kur erdhëm në Prishtinë,
Në thanë që ore, keni kujdes, sepse edhe aty ka njerëz që i pagon UDB-ja. Edhe që është vërteta, ne s'patëm probleme, sigurisht, në mënyrë absolute, por domethënë edhe pak të kufizuar ishim, nuk ishim kështu që mund të shpreheshim, për familje nuk diskutosh, që ne ishim si shpiton, na prisin, na respektonin në mënyrën më të mirë, edhe flisim shumë hapë, ata na pyesin për Shqipërinë, për sigurisht edhe për Enverin në atë kohë, sepse gjithë Kosova që është vërteta rrota respekt. Por neve sigurisht nuk flisim pozitivisht, se s'kisha arsye që të flisim negativisht, edhe nuk ishim drejt flisim ndryshe. Kështu që domethënë kjo ka qenë dhe arsye që ne duhet ta respektonim dhe Enverin. Plus asaj që thash ishim të izoluar në farmace, edhe dinim ç'a bëhesh në Shqipëri, nuk dinim domethënë ç'a bëhesh në botë. S'keni pas pikë tjetër të referencës, edhe ne për Shqipërinë, unë për shembull kur kam marrë të 83-ën, në momentin që kam zbrit në aeroportin e Rinasit vija nga Vjena, 2 persona të sigurimit shtetit më vunë syzat e diellit, e thashu nuk i përdori. Thanë po ka agentut bestu dhe ishte shokimi i parë për mu. Dhe në momentin që u takova me njerëz të Komitetit Qendror, këshillën e parë ma dhanë që çka ke po andej fshije, harroje. Mos fol kur gjandej dhe dorën zemër ajet Haxhiu me Sali Shatrin edhe disa të tjerë që i takova më thanë edhe Angel Kolonici. Në që se donë të merresh me çështjen e Kosovës, duhet të kthehesh në Evropë. Këtu me Kosovë nuk keme u marrë, tu merret vetëm partia. Mirë, po kalojmë tek intervista ekskluzive edhe intervista e parë që dha presidentin atë kohë Ramiz Alia, që e kemi bërë bashkë. Ka qenë viti 91. Më trego pak për emocionet tua kur kemi shku te Ramizi, për shembull, çysh e ndin zyrën e presidentit, se ishte hera parë që dha intervistë. E vërtetë, është unë për herë të parë po gjoj Ramiz Alin në zyrën e tij. Edhe e vërteta ishte kjo, pata dhe një farë ndrojtë edhe nga ty, sepse mendova këtë që do ta ngasmosh, ndoshta ai do nxehej, ndoshta do të përgjigjet ndryshe për ndryshe, sepse thashë udhëheqja jo nuk ishte mësuar, domethënë që me pyetje të tilla të diskutueshme, ishte mësuar domethënë çfarë po partia, si jeton populli, si punojnë, si janë, e kupton, domethënë gjëra pozitive. Domethënë nuk mendoshin asnjëherë për gjëra negative dhe nuk ishte vështirë që ti me atë guximin tënd, domethënë i the domethënë gjërat shumë hapura dhe ai pati momente edhe ngurimi, edhe vështirësinë në të shprehur. Por megjithatë e kry me sukses edhe unë aty pata dhe çik siklet, sepse mendova këtë që mi që po e xhiroj, por fundit përgjithësia do binte mbi mua, sepse ti do iken në Suedi apo në Francë apo ku diun, edhe me ty pak do merreshin. Por çështja e vërteta nuk u mor njëri me mua, që të jemi sinqert, absolutisht. Kështu që e kaluam atë intervistë, domethënë me siklet si moment parë, por pastaj kur u kry, domethënë u qetësova, çik shpirtërisht. Sigurisht edhe ti duke më thënë kurrë, bëra mos ashtu, sepse edhe këta duhet mësohen me gjëra të tilla. Mos mësohen vetëm që Shqipëria është vendi më i bekuar i botës. Do me të shpjegoj moment, mos i mbaruam intervistën, të kujtohet që Ramizi u nxori gjithëve jashtë, e tha do pim një kafe. Po, në 4 sy që qëndrova. Po, ti qëndrove kurse ne dolëm. Po, ma tha një diçka, tha do të pyesta, po mos ma bëj si kosovarët e tjerë. Tha shurdhra, ç'a mendon tha për mua? I thash, unë mendoj a do të gënjej apo ta them të vërtetën. Tha jo ma thuj të vërtetën, sepse plot njerëz po vinë këto, po marrafin shpinën, po dalin rrugë dhe po mshajnë. Për Kosovare kështë fjalë. Thash ti përngjan një njeriu që ka të shkura në bark, edhe menon tik në WC apo të mos ik. Thash e ke në dorën tate që duhet ta çosh Shqipërinë demokraci. Edhe u çu mas gjati dorën, edhe prej aty pastaj kemi qenë gjysmë miq. E kam taku disa, po konsideroj që ka qenë politikan i mençur. I mençur ka qenë. Mendimi im është. E vërtetë, ka qenë i mençur, se domethënë po të kishte qenë dikush tjetër, ndoshta Shqipëria mund të përfundonte edhe më keq, sepse unë i kam qenë nga afër në ato momente, i kam
kam qenë ndoshta operatori i parë që kam xhiruar protestën e studentëve në grevurie, kam qenë me studentën Keramiz Alia, unë kam xhiruar atë bashkëbisedim që u bë studentë me... Që asnjëherë nuk ta thojnë këto emrin. Absolutisht, jo vetëm ai, domethënë shumë televizione japin xhirimet e mia dhe nxjerrin emrat e operatorëve të tjerë. Po këto domethënë që neve kjo është fatkeqësia që mungon e drejta autorit, mungon domethënë mi që spaguajnë, por paktën me përmend emrin. Edhe Fezio i kam thënë, domethënë, o Fezi, po jemi gjallë, thash, nuk kemi vdekur. Atë kujtohet Fezio, më fal që po ndërpres, që bëri me xhirimet e mia dhe tuat një 2 emisione ekskluzive me Aurontaren. Pa e përmend fare emrin e askujt. I vodhen materialet edhe banin emisione ekskluzive. Ai ka marrë shumë materiale nga arkivet e televizionit, jashtëzakonisht ka marrë, edhe thash, vetëm përmend të që televizioni asaj kohe. Thuaj sikur ne domethënë ishim në hënë, nuk ishim tokë. Por ai kishte misi me drejtorat, manovronte, bënte punën e tij, por normalisht domethënë ai ka përdorur arkivet e televizionit më shumë i ka përdorur ai se sa televizioni shqiptar. Edhe kjo është fatkeqësi. Sepse unë po të kërkoj një material për shembull, duhet të marr 10 herë letra, edhe ndoshta më japin ose s'ma japin. Më kujtohet një radhë për shembull që mua nga mbrapa, derisa e kërcënova atë drejtoren e arkivit, i thash nëse ti thash, guzon me ma marr këtë kasetë, unë do ta thyej thash. Sepse domethënë derisa ju e jepni tjerëve, nuk pas kam drejt unë punën time domethënë ta ekspozoj. Dhe më thënë deri me zgjedhje qesova këtë lloj ashtu. Këtë lloj pune. A kalojmë pak te incidenti, a mund më shpjegu pak rastin e incidentit në gjyqin e Nizmi Hoxhës kur erdhëm ne, që ty të lejun me u fut se s'njofen. Në fakt njefshin që je televizionin shqiptar, po s'mendonin që ato ditë punoje për televizionin suedis, mu më ndalun çka ndodhi pastaj kur hyra une. Aty me drelliqe. Është vërteta, domethënë mua më lan sepse më njifshin edhe i kërcënove. Rohet aty njerëzit edhe aty u azaru çik situata duke na pyetur ne kush është ai, pse ka ardhur, pse duhet zhurur, ndërkohë i thashë unë po punoj edhe për televizion shqiptar, nuk i thash domethënë që po e përdor për ty, unë i thash po punoj për televizion shqiptar. Edhe xhirova domethënë gati 2-3 orë gjyqin e Nexhmijes. Ndërkohë, mbasi mbaroi gjyqi, mua më priste në drejtori i televizionit Leka Bungo, i cili tha nëse ka thënë dikujt ti do përjashtohesh nga puna. Ma mori kasetën edhe unë sot e kësaj ditë me polici dhe sot e kësaj ditë unë nuk e di se ç'është bërë me atë xhirim. Sepse u mbaj si sekret, e diun domethënë mos. Pastaj unë arrita me marrë dhe në momentin që e pa në transmetim televizion suedis, Leka hangër pastaj e largun. Leka dhe meritote, sepse Leka ka bërë xhamballëqe me xhirimet tona. Leka për shembull ka marrë gati 2 orë xhirime që kisha xhiruar në Terezën, 5 herë që ka në Shqipëri. Kisha xhirime nga më të ndryshme, duke filluar nga Puka, në Shkodër, Durrës, Tiranë. Edhe mori kasetën sot e kësaj dite nuk ekziston ai material. Edhe më thanë nëse ti nuk e dorëzon në Terezën, tha ti pushohesh nga puna. Pra i tillë person ishe. Edhe ndërkohë që ai s'ekziston ai material. Mirë, në mesin e shumë figurave të Kosovës që ke përcjell, nuk po dalmi njerë tek UÇK-ja, ju e keni përcjell shumë nga afër edhe ish presidentin Rugova. Çfarë përshtypjesh të ka dhënë njëri? Vërtet është, e kam xhiruar Rugovën disa herë, edhe në takime të ndryshme, edhe në intervistë që kemi bërë me Bujar Muharemin ke Vila Enverit. Ishte njëri i përgatitur, politikan i zoti, por e kishe pak të vështirë domethënë komunikimi me kamerën. Kishe pak të vështirë. Në një moment kur u bën zgjedhjet në Kosovë, unë doja i kërkova një intervistë që ta bënte për televizionin shqiptar, edhe tha nuk kam punë me televizionin shqiptar. Mbajti një qendrim, duke kritikuar këtë lloj takimi. Vetëm me qenë se ke përcjell nga afër para luftës së Rugovën. Dorën zemër të kujtohet që u bën një ftohje e madhe e marrëdhënieve mes Rugovës dhe Sali Berishës, sepse Sali Berisha u ofru shumë me kryeministrin në ekzil që ishte me Bujar Bukoshin. Bujar Bukoshi ishte në kundërthanie me Rugovën.
A mund të ndodhë që kjo ftoje, do me thonë, ka qenë edhe ma heret? Tash unë me thënë të kësaj pune, nuk kësaj pyetje nuk mund të ashu, por di këtë që aty edhe nga gazetare, do me thënë. Për shumë, Bujar Muharremi preferote Bujar Bukoshin. Do me thënë, ishte edhe këshu gazetarë, do me thënë, me preferenca personale, këpëton? Unë për shumë, atë Ibrahim Rugovën e kam gjiru edhe me afër Sokolin, edhe në takimet ndryshme. Kemi qenë, e kam gjiru edhe në Rom, e kam gjiru edhe në takime jashtë shtetit, e kupton? Pra, e kam fjalën këtu që unë me thënë që është e vërteta, gjëja më pozitive që kam pas në jetë është kjo që unë para ekranit domethënë nuk kam bërë dallime. Për mua si ai që ishte personalitet, si ai që ishte njëri i zakonshëm, unë domethënë i trajtoja njësoj. Edhe mundohesha domethënë që ti respektoja. A ka qenë pikërisht këtu ajo veçantia ime si gazetar? Për shembull, unë e di shumë njerëz që edhe më kanë kërcënu edhe me vrasje unë i kam bërë intervistë. E vërtetë, domethënë s'kam bërë dallime për shembull. Ti ke qenë gazetar i guzimshëm dhe është herë e parë që domethënë po ballafaqohem me ty sepse edhe nuk i preferoj shumë, ç'është e vërteta, nuk i preferoj shumë daljet në ekran. Sepse për mua më shumë ka folur figura, edhe puna që kam lënë, se sa domethënë ajo që ndoshta nganjëherë njeriu duhet mburi dhe veten. E kupton? Duke sikur po mbur veten, më mirë vetëm e vërteta nuk ka mburrje. Mburrja është gënjeshtra. Por sigurisht, duke folur për vete që un kam bërë këtë, duke sigur domethënë mirë, vetëm ti prap po flet me figura. Po, e vërteta është kjo që kam qenë domethënë operatori më i privilegjuar, sepse i kam përcjell të gjitha proceset demokratike në Shqipëri. Kam qenë mbi 5 herë në Vatikan. Kam qenë, domethënë, çdo delegacion që ka ardhur nga Kosova në Tiranë, me konferenca shtypi, me intervista, me ashtu, thuaj se kam xhiruar unë. Qoftë në Hotel Tirana, qoftë ke Rogneri, domethënë, unë me thënë drejtën, më kam punuar shumë për Kosovën, sepse e kam ndjerë veten sikur jam pjesë e Kosovës. Domethënë mbas Tiranës domethënë kam preferuar Prishtinën, nuk kam preferuar shtetet e tjera. Por ashtu sepse aty e ndjeja veten si shtëpinë time, nga pritja, nga respekti, nga të gjitha domethënë. Edhe një gjë tjetër, edhe kur shkonim jashtë shtetit, më thënë, ka bërë përshtypje, sepse gjë e parë që shkoj ose në Gjermani, në Francë, në Itali më pak, por në Zvicër, në ashtu, gjë e parë domethënë ballafaqoheshe me kosovarët. Ata na prisin, na respektonin, na tregonin domethënë se si situata, si ashtu, domethënë me dreka, me darka, domethënë me përcjellje, domethënë na shërbenin me makina, domethënë duke na çuar për ato vende që donim ne të përxhiruar, kështu që na kanë shërbyer jashtëzakonisht. Mirë, do kalojmë të dy momente interesante, edhe mund të thëmë të jashtëzakonshme, që njëna është transmetu 171 televizionet botës, njëra ngjarje që kemi punu bashkë, dalja në skenë për herë të parë e UÇK-s, që i xhirum. Po para kësaj, spjego pak momentin e transportimit të armëve, kur e kemi xhiru dhe tankset që faktikisht ne kemi marrë xhirimet e para tankset kur u drejtun drejt kufirit. E vërtetë është, me thënë drejtën, edhe unë aty mora përsipër një përgjegjësi shumë të madhe, sepse kisha polici, kisha ashtu, mund të ndaloshe, mund të arrestoheshe, mund të burgoseshe, edhe hati sqaroje, ne shkuam në Fushkruj, atje domethënë morëm goxha armë, ngarkua një makinë goxha, domethënë me lloj-lloj armësh. Dhe unë nuk e dija që çfarë do ashtu, dija që do shkon në kufi për të bërë një intervistë në gjë, por nuk e dija domethënë që do ngarkoheshe makina me armë. Dhe unë tash për të dalë kekës përpara, gjatë gjithë kohës domethënë e kam mbajtur nga Fushkruja deri në Tropoj aparatin para makinës, në mënyrë që po të thonë që shikoj unë jam në televizion shqiptar, e vërteta është që policia nuk na lonte, kishim domethënë kishim vlera pozitive, na respektonin. Edhe kjo ishte arsye që mora se ndoshta po të ishte domethënë do isha kthyer. Por thash ashtu sepse më fal, duke bërë këtë lloj veprimi domethënë ne në fundit ndihmuam UÇK-n. Ti shkuam atje në kufi, i shkarkuam ato armët aty, domethënë më shumë morë ti me këtë punë.
Unë e vërteta është ndajt aty në klub edhe piva një 2 bira për të qesu dhe vetë shpirtërisht. Po, vetëm ishte në fakt qëllimi i këtij emisioni ishte që e gjithë bota e akuzonte shtetin shqiptar, se gjëja shteti shqiptar po furnizonte UÇK-n me armë. Ndërkohë që ne kishim zbulu që këtu njerëzit shisnin armë edhe ma letëzi. Po. Do me thonë, këtu ishte një farforme pastrimi i shtetit shqiptar, që nuk ka shteti shqiptar i përzim këtë punë, sepse donin me izolu. Dhe po ta izolonin kufirin, po ta mbyllin kufirin Shqipëri-Kosovë, lufta do të dështonte. Sigurisht. Sepse, domethënë, kosovarët thuajse ishin të pambrojtur, domethënë nuk kishin asnjë lloj municioni, asnjë lloj armatimi, kështu që normalisht edhe ministrja, ja kemi borç Luan Hajdaragës që na lejoj me hy për herë të parë tankset me xhirune për Luani e vërtetë që na lejoi dhe tha xhironi. Pasi dhe problemi, ne kemi xhiruar, e kemi shoqëruar një pjesë të tankseve deri afër kufirit. Në gjithë botën janë tregu ato pamje. Edhe, domethënë, po se mos sa kishte lejuar ai normalisht ne nuk mund të xhironim dot, sepse në moment që të xhirohet tankset të vinte tankisti që thoshte më pse po na xhiron, kur jeni ju që po na xhironi. Ndërkohë që ata morën urdhë dhe ne s'patëm asnjë lloj problemi për këtë punë. Po shtabin kur e xhirum, shtabin edhe aty më theha se do bëjmë një intervistë në Hotel Tirana, mora aparatet, mendova që unë gjitëm deri në katën e 15, atje ishin 4-5 veta, domethënë të UÇK, domethënë me uniformë të veshur, uniformë ushtarake, të mbuluar, domethënë të maskuar fytyrën e tyre, dhe unë sot i kësaj dite ata njerëz unë nuk i njoh. I bëm intervistën gati një orë, edhe u takuam, u përqafuam, me thënë drejtë unë dhe unë i përgëzova ata, sepse ishte domethënë si fillesa e parë domethënë për drejtuesat e UÇK-s, shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Unë thash edhe sot i kësaj dite nuk i mbaj mend edhe nuk jam ballafaquar me ta, nuk jam takuar me ta. Megjithatë bëm një punë, them që bëm një punë shumë të mirë, sepse edhe ata u shprehen, ishte domethënë për një zë të fuqishëm për UÇK-n, për se si do punosh, se si ashtu, kush janë, domethënë ata s'përmenden emrat, por domethënë u fiksuan domethënë që kjo punë po fillon. Ishte fillesa e shapit përgjithë të UÇK-s. Mirë, në moment du me ta rikujtu, në momentin kur u nisa une për në Koshar, ti ke pas një kërkesë, do më thonë që nisha në mënyrë kategorike ti të mos vije. E vërtet është. Unë, me thonë drejtëm, edhe kisha qef, por do më thonë nuk ashtu, se isha dhe vështirë. Unë me thonë drejtëm gjatë gjithë kohës që ke qenë, ose unë të kam ndjekur, biles edhe një 2 xhirime që ke qenë ti në atë të UÇK-s, ke dhe intervista, edhe ke xhiruar aty, unë i kam ndjekur të gjithë ato. Kronika, ato emisione, biles shumë nga kronika dhe emisionet edhe i regjistrova. Çdo kronikë jepësh për Kosovën, unë e regjistrova biles sa materialit i dhash edhe ty. Ti hodha në disë. Kështu që edhe ty të kam ndjekur edhe me thënë drejtën aty për mua domethënë ke bërë një punë të jashtëzakonshme, sepse nuk ishte lehtë domethënë që të vetëm ti ke kërku një garancion familjar dhe doje të futesh brenda në Kosovë. Unë e kërkova, aty u prish domethënë e kërkova këtë sepse me thënë drejtën gruan e kisha siguroni familjen, unë siguroni familjen, unë jam gati të ashtu. Po që se më ndodh gjë, sigurisht, mos mund të kërkoja domethënë gjëra që nëse do kthehesha normale, kupton? Por duke qenë grua pa punë, fëmijët në përshkolla, kupton, kështu që kisha të nevojshme, sepse me thënë drejtën sa njerëz edhe janë vrarë atje dhe s'kujtohet njeri, me përjashtim të atit Indrit-Carës, që ka shkuar në shtëpinë e tij, shkoi Ramush Haradinaj, ishte prag viti 3, edhe me thënë drejtë ai bëri një gest të jashtëzakonshëm, domethënë i dha një fond familjes Sara. Ne xhiruam aty për vit të ri, domethënë edhe ishte një vlerësim i jashtëzakonshëm, sepse ai domethënë i ndeti afër në ashtu që se kishte bërë as kërkush. Pra kam fjalën këtu shumë nga njerëz shqiptarë domethënë janë harruar. Normalisht ata njerëz nuk duhet harruar, domethënë ka mundësi domethënë që të kujtohen në mënyrë të vazhdueshme, sepse fundit të dhanë jetën. Mirë, dhe pyetja ime fundit është gjithë ato vende që i ke shëtit në përbot,
ata mërgjimtarë që i ke taku, ku ke kalu mas mire, në Evropë, në Amerikë, apo gjithandej? Gjithandej, me thënë drejtën. Unë në Amerikë, për shembull, kemi qenë me të ndjerin Bujar Muharremi, bëm një, domethënë, xhirime, domethënë për në familjet e shqiptarëve të Kosovës që janë në Amerikë, qoftë edhe nga Maqedonia, edhe Malizi. Edhe Malizi, po, edhe Malizi, që domethënë kishim der armë, domethënë që shtinin gati për 2-3 kilometra me sniper, domethënë në largësi të jashtëzakonshme, domethënë kushonin jashtëzakonisht. Ata domethënë ne kishim der, plus pastaj mendima, kam xhiruar për shembull ushtar, domethënë të ri edhe të moshuar që erdhën në Durrës, edhe u përgatitën domethënë për të luftuar në Kosovë. Me thënë drejtën, ishte një gjë e jashtëzakonshme. Djem të ri nga 20-25 vjeç, kishin lënë Amerikën, kishin lënë kushtet të jashtëzakonshme, edhe kur erdhi muhabeti, ata domethënë u drejtuan për të kontribuar në luftë për Kosovën. Kështu që të gjitha këto unë i kam ndjekur. Me thënë drejtë, kam qenë ndoshta operatori që ka punuar më shumë për Kosovën. Mos them delegacione në Shqipëri, delegacione jashtë shtetit, me presidenta, me kryeminista që jemi takuar në Amerikë, në OKB. Pra, kam fjalën, unë gjatë gjithë kohës, më thënë, i kam ndjekur gjatë gjithë kohës. Bujar, nëse s'ki diçka me thonë, faleminderit shumë. Edhe unë falenderoj. Shumë faleminderit. Me thënë drejtën, thash ishte. Unë ta kam pas borx këtë. Falenderoj shumë sepse je i pari që të ka rënë në mend, edhe unë nuk kam dalë, nuk jam ekspozuar shumë ashtu, megjithëse kam domethënë një arkiv të jashtëzakonshme, domethënë që kam dhënë shumë për televizionin shqiptar, por nuk të dihen vlerat. Edhe kjo është na vjen dhe keq sigurisht, po megjithatë diçka kemi lënë një emër të mirë. A ka rëndësi për ty kush të vlerëson edhe kush çmon? Për mua domethënë unë vetëm gjë kam që kam lënë një emër pozitiv, me shumë drejtora, kam pas marrëdhënie të jashtëzakonshme, me përjashtim të Lega Bungës që s'kam pasi asnjë lloj lidhje me të, përkundrazi, domethënë me gjithë të tjerë, domethënë sigurisht sepse po mos ishin drejtora pozitiv si Virgji Kule. E kam fjalën për televizionet e huaja kur i kanë pa xhirimet e tua, gjithmonë janë mahanit. Ata të kanë vlerësu. Kjo fra është fatkeqësia. Se pyetja e parë është kush i ka bërë këto xhirime. Po, fatkeqësia është kjo që domethënë në televizion shqiptar nuk jam vlerësuar njerëzit. Nuk jam vlerësuar njerëzit. Sa domethënë më ka ardhur shumë keq, jo vetëm mua, por edhe shumë kolegë të mi që kanë dalë para me, kanë punuar nga 40 vjet në televizion dhe nuk janë kujtu me dhoni buqet me lule, me thoni i fjalë pozitive për ashtu, ose me bëj kronik. Domethënë, ka qenë sa drejtora, me thënë drejtën, nuk di çfarë emri ti vësh. Punosh 42 vjet. E kur vjen puna, mos marrë domethënë një fjalë pozitive, unë biles me thënë drejtën nika kështu, pa bë buj fare, nuk i lajmërova hiç që sot nuk do vim punë, vetëm e ndëpreva domethënë, lajmërova të kuadë i thash do ndëpres lidhet me, sepse thash edhe kolegët e mi i kanë ikur në këtë formë. E kupton, dhe thash pse unë ta bëj, pse duhet me ngret kur nuk mendon televizioni, drejtoria, me organizu qofti koktejl vogël, thjesht edhe nuk e kam bërë, me thënë drejtë. Edhe shumë kolegët e mi janë shkënjyer ashtu siç jam shkënjyer edhe unë. Megjithatë, thash sado që sepse këtu janë ndërru drejtorët, janë ndërru kupton kuadrot, edhe gjithse kush ka mendu për punën e vet, për të furnizu televizionet e tjera, nuk ka mendu domethënë që këta njerëz kanë bërë këtë lloj pune. Megjithatë, thash televizioni na krijoi një mundësi të madhe, me njohje në gjithë botën, sepse jam takuar domethënë me shqiptar, me të huaj, me ashtu duke filluar nga Kina deri në Amerikë. Kam qenë gati në 50 shtete të botës. Kështu që për mua është një vlerësim. Pavarësisht që s'ma ka bërë kështu në mënyrë direkte, po indirekte, por kam bërë punën. Domethënë, punën si kam detur, domethënë në mënyrë maksimale. Shumë faleminderit. Edhe të falenderoj shumë, të uroj gjithë mira, suksese dhe të vazhdosh. Për mua ka qenë nder me punu me ty. Falenderoj shumë. Do punojmë prapë se me shpresë. Djalë i ri e me shpresë. Tash që kam dalë në pension, domethënë do kem kohë më shumë për të punuar.